Një akt akuz për parregullsi në Kongresin e 38 të përgjithshëm të Partisë Republikane Popullore CHP, opozita kryesore në Turqi, është paraqitur në gjykatën e lartë penale nga gjykata e 28 penale e shkallës së parë në Ankara, njoftoi agjencia qeveritare e lajmeve Anadolu Agency. Padit dhe çështjet gjyqësore që po diskutohen nuk kanë të bëjnë fare me ligjin dhe pyetja që lind është nëse nga proceset gjyqësore që po zhvillohen apo synon presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan të marrë nën kontroll CHP-n. Më 3 qershor, gjykata e 28 penale pranoi akt akuzën e ngritur nga zyra e kryeprokurorit publik të Ankaras. Gjykata e lartë penale tani duhet të vendosë nëse të dyshuarit e përmendur në akt akuz kanë kryer rishfet. 12 persona, duke përfshirë kryetarin e Bashkisë së Stambollit Ekrem Imamoglu, i cili shërbeu si kryetari i Këshillit të Kongresit, kryetari i Bashkisë së Izmirit Cemil Turgay, kryetari i CHP-së së Stambollit Ozgur Çelik, Baki Aydoner, Erkan Aydin, Hosseini Ashar, Mehmet Kilinçaslan, Metin Guzelkaya, Ozgen Nama, Ozgur Çelik, Riza Akpolat dhe Serhat Çanging akuzohen për votim. Kryetari i CHP, Ozgur Ozel dhe 8 deputet të tjerë nuk përfshihen në akt akuz pasi ata gëzojnë imunitet ligjor për të lejuar gjykimet e ligjvënësve. Parlamenti duhet hap rrugën me një vot. Kemal Kilicdaroglu, ish kryetari i CHP-s, i cili u pasua nga Ozel dhe Lutfi Savash, ish kryetari i Bashkisë së Provincës Hatay, janë paditës në akt akuz. Procesi gjyqësor i detajuar më sipër nuk është i vetmi veprim i gjykatës në lidhje me Kongresin. Çështja e paraqitur mbështetet në një padi penale që synon individ të akuzuar për kryerjen e një krimi. Gjykata e 42 civile e shkallës së parë ka zhvilluar një gjyq për anulimin e Kongresit. Kjo çështje bazohet në deklaratën e paraqitur nga Savash dhe 3 delegatë të tjerë. Më 26 maj, gjykata e 42 civile mbajti seancën e 2 dëgjimore. Seanca e 3 dëgjimore është caktuar për 30 qershor. Mendoj se gjykata nuk do të japë një vendim përfundimtar më 30 qershor dhe një seancë tjetër dëgjimore do të mbahet pas pushimeve verore. Kështu, gjykata e mban të hapur mundësinë e një sekuestrimi të CHP-s që mund të ekzekutohet në vjesht rreth nëntorit. Një sekuestrim do të thotë rikthimin e Kilicdaroglut në krye të CHP. Përfaqësuesit e Imamoglut në media i kanë bërë presion Kilicdaroglut që të deklarojë hapur se nuk do ta marrë postin në rast se një vendim gjykate do t'i jepte këtë mundësi. Megjithatë, Kilicdaroglu po shmang një deklaratë kaq të hapur. Ky qendrim po krijon tensione brenda CHP-s dhe krijimi i tensioneve brenda CHP-s është qëllimi kryesor i proceseve gjyqësore në fjalë. Kur CHP-ja ju bashkua bojkotit të konsumatorëve ndaj kompanive të konsideruara si erdoganiste, të nisur nga protestuesit që kërkonin lirimin e Imamoglut, regjimi pati një moment paniku, shkruan në Intel News. Ozele zgjidhi edhe këtë problem. CHP-ja ju bashkua bojkotit vetëm për një ditë të vetme. Dita e vetme e kaloi dhe bojkoti u shua. Erdogan nuk u turpërua kur shpreu kënaqësinë e tij me paraardhësin e Ozel, Kilicdaroglun dhe para Kongresit të 38 të partisë CHP, si Erdogan ashtu edhe aleati i tij i vogël në koalicionin qeverisës, Devlet Bahçeli, kreu i Partisë Lëvizjes Nacionaliste MHP, kanë hapur se do të preferonin Kilicdaroglun, por nëse dikush do ta zëvendësonte atë, ata do të preferonin që të ishte Ozel. Bahçeli e quan Ozelin tipi tip, një personazh vizatimor i zhvilluar për një mark çamçakëzësh.